Kur flitet për dukjen e bukur për natën më të lumtur të jetës, rëndësi të veçantë padyshim I kushtojnë veshjes që të bën të ndihesh si princesh. Këtë ofron qysh nga viti 1978 Matrons Fashion Group që gjendet në Ferizaj. Në Zum ishte për vizitë tek dyqani mrekullueshëm I tyre ku pam çdo gjë nga puna. Përshëndetje, mirë se ardhët në Ferizajnë tonë të bukur, përshëndesim emisionin në Zum dhe mund t'jo prezentojmë kompaninë tonë, e cila është themeluar që 49 vite nga gjyshja dhe baba jonë I ndjerë. Ne vazhdojmë me bo punën e njëjtë, zakonisht me fustana solem, fustana nusërie dhe komplete për meshkuj, që mund të përdorim për dhëndur ose për kësi gjërat, ose për raste soleme të ndryshme. Matrons përbohet për një hapësirë shumë të madhe dhe për një koleksioni shumë të gjerë. Jemi ekskluziv në thjeshtësi dhe elegancë. Shumë e kemi të rëndësishme në kualitet, sepse tani fustana po përdoren për një herë dhe ka ra cilësia në treg shumë. Ne vazhdojmë me majt edhe cilësinë, po pastaj kemi thjeshtësi, elegancë, po kemi edhe nga modelet që janë të pununa me gol, për shembull që mund të tregojmë disa prej tyve. Ta zakonisht është një fustan I punun me shumë gur, me gur kristal, është me frances dantel dhe I punun komplet mbi, domethënë me punë dore dhe me shumë lloje të gurve. Këto janë kratë që mund të mi vendos ose jo, varet për dëshirës, pastaj kemi fustana që I përbëjmë nga 5 pjesët, përshen edhe vetë në ngjyra kafe, si vjetë është shumë trendi, domethënë është super hit si ngjyrë, dhe I kemi kushtuar shumë rëndësi, edhe kjo përbëhet nga krahët, korseti, fundi dhe kjo pjesa e pelerinës mbrapa. Njëkohësisht është edhe kjo pjesa e qavorës që mund dikush me vendosë ose jo, por rëndësishme është që ne kemi dhe domethënë mund të veshët si 5 fustanat të ndryshëm, sepse çdo pjesë që ja jek është si fustan ndryshe. Por kemi dhe modelet të ndryshme, për shembull, përshën edhe vetë nga këto modelet, kemi me shpinë qelë, me të mbuluar, me numra të mëdhaj, domethënë çka e veçon matronsin është sepse kemi numra nga 38 deri në 50. Çdo nuse, çdo femër mund të gjetë zgjidhjet e ne dhe siç peshe, është ngjyrat që I kemi e bojmë për çdo shije që një femër, një nuse më duk sa më bukur. Ai më tutje thot se përparësia biznesi që ka është transparenca me klientët duke ditur jetën dinamike që I ka kapluar të gjithë. E po, kush nuk do të dëshironte që në të vetmin ambient t'i gjente të gjitha. Ofrojmë që çdo klient që vjen te ne e kem shkurtimin dhe ngushtimin gratis. Domethënë që se kanë kurkush në treg, për shembull në X kompani thot 50 euro shkurtimi ose kësi shifra, te ne gjithçka është gratis edhe kjo është që e shohum, që I lumturon klientët sepse çdo zgjidhje që e bën te ne e përfundon te ne. Domethënë jo ble te ne, shko shkurto dikun tjetër, ngushto, domethënë thjesht një nuse nuk njihet rahat nëse mundohet në shumë vende. Te ne ofrojmë gjithçka që thjesht një nuse kur vjen me bleni fustan te ne, ka me pas të shkurt sa duhet për trupi, çdo formë dhe këtë gratis. Fatmiri vazhdon të tregoj se cilësia dhe kualiteti janë dy nga gjërat që e karakterizojnë Matrons, normalisht duke u përshtatur me nevojat dhe kërkesat e tregut. I japim shumë rëndësi edhe dukjes së stilit të dizajnit, por që edhe pse ne e bojmë më të mirën për një fustan, nëse klienti ka një dëshirë pak më shumë, një shtesë, një plus diçka, një guri më shumë, një krah më shumë, një qafë, një jok, një çka to, edhe ato I bojmë edhe I bojmë gratis, që është shumë e rëndësishme për klientat tonë dhe kudo që janë. Patjetër që atë pyetëm edhe për çmimet që për klientët besnik I ofrojnë. Paramendohet ndjesia kur para 40 viteve u martu në këtë rast, tash është bë gjysha, jo, e ka martu djalin, vjen me ble fustanat e ne, tash për marton nipin ose mbesën dhe përsëri vjen me ble te ne. Ajo dyqysh na ndal edhe na kufizon për me punu, me realizu me çmime të volitshme. Sepse natyrisht I kemi klientat të rregullt
dhe natyrisht diku që i ke pa, si me thonën, hajrë për vite të tëra, edhe tash ti për një qast për qej një lokal ose për merë për bën një fustan shumë të bukur, edhe po shkon me çmime astronomike, definitivisht nuk është ndjenjë e mirë. Ne qysh jemi familiarizuar me klient, edhe natyrisht që kemi kujdes shumë edhe të çmimi, sepse ne e dim ku po jetojmë, edhe do shta çdo nuse ka mundësi me pagu një çmim të shtrejt, por pastaj jesin shumë gjëra që s'mund të mi blej. Edhe shumë e rëndësishme është që njerëzit mendojnë që vetëm një herë duhet me fitu. Jo, ti nëse krijon një klient, një qift, ata jeta vazhdon dhe ata kanë pas nevojë përsëri për fustana solemne edhe për gjëra, për kostume meshkush, për gjëra, edhe ata nëse ti je me çmim të arsyeshëm, me kualitet, me besim, me sinqeritet në gjitha, ata automatikisht i ki kriju për jetë si klient. Matrons Fashion Group është munduar maksimalisht që me stafin të jetë profesionisti ofrojnë kushtet dhe komoditetin për një klient. Klienti do të munisin shpit vetë. Kur vjen klienti, për pas që shërbejmë një kafe, një ujë, një çado që do me pi, një klim, një ambient favorshëm, japim mundësinë edhe me provu fustanin e dëshiruar, jo mja cenzuru 1-2-3, domethënë që klienti mund impresion ose me gut, ose nga që hapësira është shumë e madhe, ka hapësirë sa dush dhe klienti në cilin ka që hyp, mund të gjenë vetëm mirë e ma mirë dhe e krijon komoditetin dhe përfitohet me çmime kësaj gjane. Si shkon një procedurë e porositjes së fustanit nga fillimi deri në dorëzim? Kemi shumë modele të ndryshme, domethënë zakonisht tash është shumë trendi me materiale nga India, domethënë me kriju, domethënë shumë është kualiteti shumë i lartë tani për momentin dhe gjitha dizajnerët punojnë me ato materiale. Ne kemi dizajnerët të tona që i krijojmë ideët dhe modelet e fundit, domethënë çdo që në trendi, që tash merret, ose për shembull kemi nga katalogat që një klient i nderuar mund të më ardhen ne me bëni përsëritje dhe mund të realizojmë edhe sipas dëshirës së klientëve. Urojmë e shpresojmë të ju kemi ndihmuar sadopak për zgjidhjen tuaj që të shkëlqeni me veshjet unike nga Matrons Fashion Group. Përndryshe, Matrons Fashion Group sjell kombinimin ideal mes traditës dhe bashkëkohorës, duke e kthyer çdo moment në një përjetim të paharrueshëm.